Përshëndetje shenja shqiptarit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi kalorësi shkopinjve, 8 shkopinjt në të kundërt, drejtësia, faqja e kupave dhe 9 kupat që ranë njëkohësisht së bashku. Në planin personal, ju dilni fillimisht me energji shumë aktive dhe impulsive. Kalorësi i shkopinjve tregon dëshirë për të ecur përpara, për të ndryshuar atmosferën, për të lëvizur ose për të ndjekur diçka që ju ndes shpirtërisht. Ju mund të ndiheni të lodhur nga stagnimi dhe të kërkoni emocion, ndryshim ose përgjigje, por 8 shkopinjt në të kundërt tregon bllokime dhe vonesa. Diçka që prisnit të ecte shpejt mund të ngadalësohet. Mund të ketë komunikim të vonuar, pritje, ndjesi ngjecjeje ose frustrim sepse gjërat nuk po ecin me ritmin që ju dëshironi. Drejtësia tregon se kjo javë ju kërkon të shihni situatat me kthjelltësi dhe pa iluzione. Mund të merrni një vendim të rëndësishëm ose të kuptoni më qartë çfarë është e drejtë për ju. Më pas energjia zbutet me kartën faqja e kupave. Kjo kartë sjell ndjeshmëri, intuit dhe një hapje emocionale më të butë. Mund të merrni ose mund të jepni një mesazh emocional, një kërkim faljeje ose një komunikim që e prek zemrën tuaj. 9 kupat në fund është karta e përmbushjes së dëshirave. Edhe pse java ka tensione të brendshme, kartat tregojnë se ekziston potencial për kënaqësi emocionale ose realizim të një dëshire që mund ta keni mbajtur në zemër për shumë gjatë. Narrativa personale mua më lë të nënkuptohet se duket sikur ju po kaloni nga frustrimi dhe pritja drejt një qartësie emocionale më të butë dhe më të sinqertë. Kartat këshillojnë se disa gjëra po vonohen sepse kanë nevojë të qartësohen më parë. Vetëm qetësia mund t'ju jap përgjigjet që nxitimi nuk mundet. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 3 kupat, hëna, kulla, 6 monedat. Në familje, 3 kupat fillimisht tregon afrim, mbështetje ose situata ku njerëzit përpiqen të ruajnë harmoninë. Mund të ketë takime, biseda ose energji pajtimi, por hëna tregon se jo gjithçka është aq e qartë sa duket. Ka emocione të fshehura, paqartësi ose gjëra që nuk po thuhen hapur në ambientin familjar. Dikush mund të jetë duke mbajtur frikë, dyshime ose sekrete emocionale. Më pas, shfaqet kulla. Kulla është një kartë shumë e fortë zbulimi dhe tronditjeje. Në familje kjo mund të tregojë shpërthim emocionesh. Për disa mund të nënkuptohet debat i fortë ose zbulim i të vërtetës ose ndryshim të papritur në strukturën familjare. Në disa raste, kulla sjell shembjen e një situate që mund të ketë mbijetuar në mënyrë artificiale, sepse kur bashkohen 2 karta pranë njëra tjetrës, pra hëna plus kulla, zakonisht nuk janë energji të vogla. Ato flasin për diçka që ka qenë duke u grumbulluar dhe arrin pikën ku nuk mbahet më brenda. Dhe mund të ketë një krizë të papritur që trondit ekuilibrin familjar. Megjithatë, 6 monedat në fund tregon përpjekje për balancë dhe mbështetje. Edhe pas tensionit që mund të kalohet, kartat tregojnë se mund të ketë ndihmë reciproke, kompromis ose përpjekje për ta rikthyer stabilitetin. Kartat këshillojnë të mos injoroni emocionet që ndihen nën sipërfaqe, sepse sa më shumë të shtypet e vërteta, aq më fort shpërthen më vonë. Transparenca, mendoj unë, dhe qetësia mund të jenë çelësi për këtë javë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 10 shpata, 2 shkopinj, 4 shkopinj, asi i shpatave. Dashuria për ju këtë javë duket si fund dhe fillim njëkohësisht, sepse 10 shpata tregon fund të një lodhjeje emocionale. Kjo kartë shpesh shfaqet kur zemra ka kaluar shumë zhgënjim, mendime të tepërta ose ndjenjë tradhëtie.
Mund të jeni lodhur emocionalisht nga një situatë që ju ka konsumuar për një kohë të gjatë, por menjëherë pastaj shfaqet karta dy shkopinjt dhe kjo kartë flet për të ardhmen dhe zgjedhje. Kjo tregon se pas një fundi emocional ju po filloni të mendoni, po tani, ku dua të shkoj? Dhe katër shkopinjt sjell energji stabiliteti, bashkimi dhe ndërtimi. Për disa prej jush kjo mund të tregojë pajtim, afrimin në një lidhjeje më serioze, ose mundësinë për të ndërtuar diçka më të qëndrueshme pas krizës. Asi i shpatave në fund është karta Ace së vërtetës. Kjo tregon biseda të qarta, vendime të forta dhe largim nga paqartësia. Heshtjet nuk do të zgjasin më. Narrativa e dashurisë këtu mua më duket sikur ka një situatë që ka arritur kulmin e lodhjes, por pikërisht pas kësaj vjen mundësia për qartësi dhe rilindje. Për disa prej jush kjo mund të jetë fundi i një cikli të dhimbshëm, sqarim përfundimtar ose fillimi i një kapitulli më transparent nga ç'ishte më parë. Kartat këshillojnë të mos kapeni pas versionit të vjetër të një lidhjeje vetëm sepse keni investuar emocionalisht ose financiarisht. E vërteta mund të dhëmb për pak, por më besoni që ju çliron për shumë gjatë. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 2 kupat, 2 shpatat, 7 shpatat, 4 shpatat. Në planin profesional, kartat tregojnë marrëdhënie të komplikuara dhe nevojë për kujdes. 2 kupat tregon bashkëpunim ose lidhje profesionale të rëndësishme. Mund të ketë bashkëpunim, marrëveshje ose komunikim me dikë që luan rol kyç në punë. Por 2 shpatat tregon bllokim në vendimarrje. Ju ose dikush tjetër mund të evitoj përballjen me një problem real, ka hezitim dhe tension të heshtur. 7 shpatat sjell energji mosbesimi, vigjilence, strategjie ose situata jo plotësisht transparente. Mund të ketë informacione të fshehura, sjellje jo të sinqerta, ose ndjesinë se duhet të jeni shumë të kujdesshëm se kujt i besoni. 4 shpatat në fund tregon lodhje mendore dhe nevojë për pushim. Mund të ndiheni të konsumuar psikologjikisht ose fizikisht nga ambienti profesional ose nga mendimet e tepërta. Kartat këshillojnë të mos merrni vendime nën presion emocional, vëzhgoni më shumë se sa flisni dhe mos i ndani planet tuaja me këdo. Kalojmë në prizëm orakull ku kemi trishtimi. Trishtimi flet për zhgënjim, për humbje emocionale, për lodhje shpirtërore ose për fundin e një iluzioni. Por trishtimi në këtë rast duket si proces pastrimi. Diçka po largohet nga zemra juaj për t'i hapur vend vërtetësisë, sepse duket se kjo javë mund të ndihet e rëndë emocionalisht në disa momente, por kartat tregojnë se po ndodh një çlirim shumë i nevojshëm. Disa të vërteta po dalin në sipërfaqe, disa cikle po mbyllen dhe zemra juaj po mëson të mos jetoj më në paqartësi. Paçim.